يوم الدين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله جل شأنه في القرآن ويتسلت كلمة بسوء يشغل obligim agjerimi muaj Ramazan. Siç ishte obligim para jush, la'allakum tattaqun, qofse do të jeni të devotshëm. Ramazani ka qenë farz obligim edhe para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam tek popujt e ndryshëm. Ky ibadet është i vjetër dhe ka kaluar te një popull në një popull, te një vend në një vend. Varsisht lloja e agjerimit. Por ky ibadet është i njohur edhe para Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, është i njohur edhe tek krishterët, tek hebrejtë, tek jehudit e shumërat. Sot ne kemi mirë se erdha Ramazan, po mirë se vjen muaji Ramazan. Për gëzim dhe urimi gjatë marrjes së muajit Ramazan. Pa dyshim se njerëzit zakonisht urojnë dhe përgëzojnë gjërat e mira që u ndodhin njerëzve në jetë. Ata po përgëzojnë lindjen e fëmijës, hyrjen në punë, dasmat, tubimet nisore të mirë, po të fatjen ata që përgëzojnë njëri tjetrin ardhen këtij muaji të bekuar muajin e Ramazanit. Nëse analizojmë gjendjen e muslimanëve të hershëm, duke filluar që nga koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do të vërejmë se ata kanë përgëzuar njëri tjetrin ardhen këtij muaji të bekuar. Ebu Hurajre, kënaqësia e Zotit që mbi të tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ku ka ardhur Ramazani, muaji i bekuar, Allahu ka obliguar agjerimin e këtij muaji. Në këtë muaj hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e xhehenemit, lidhen me pranë nga shejtanët inatosur. Allah në këtë muaj ka një natë, e cila është më e mirë se 1000 muaj. Lejlatul Qadrit khayrun min alfi shahr, ka thënë Allahu Kur'an. Nata e Qadrit ka vlerë se sa 1000 muaj. 1000 muaj sa 34 muaj. Sa 34 muaj njeriu bën ibadet, gjithmonë duke Allah, këna të ka vlerë tek Allah. Ai që privohet nga të mirat e kësaj nate, ai i cili nuk e ka zonë këtë natë me ibadet, kuptohet edhe me agjerim, çfarë bëhet? Ai që privohet nga e mira kësaj nate, nuk e ka arrit, ose është mirë me ibadet. Është privohet nga çdo e mirë, është larguar nga çdo e mirë. Subhanallah. Në Sahih hadithi sahih. Ky hadith i përmendur na mëson se duhet përgëzuar dhe uruar muslimanët njëri tjetrit, ardhen e këtij muaji të bekuar dhe fitjen krurës. Kur e bajrami, ja urojmë njëri tjetrit bajramin, pse? Është festë madhështore, festë e muslimanëve, kur ta agjerojmë, i urojmë fitër bajramin për shkak se njerëzit kanë agjeruar, kanë kryer farzën e Allahut, kanë dhënë vitrën që është vajzë, kanë kryer obligime, të obligimet të Allahut, kanë agjeruar në Ramazanin, për namazin sfatëshe, se është gjithmonë Ramazani dhe ka Ramazanin, kanë bërë namazin e taravive, që është një nafile, një senet nafile, dhe kanë dhënë në vitrën e cila është vajzë dhe ka shumë njerëz që të kujtë Ramazanit e për edhe zeqatit, dhe bëjnë vepra shumë ma madhështore, edhe më të shumëta, edhe kanë imanin, besimin, edhe sinceritetin më të madh, edhe lezetin për të punuar vepra të mira më shumë se sa një më të muaj të cilët janë jashtë Ramazan. Dhe përgëzohet për agjerimin e tyre, për veprat e tyre, përgëzohet muaj, pasi të kalon në Ramazanit për fitër bajram. Kur vjen Kurban Bajrami, besimtarët gjithashtu kanë festë madhështore. Porque festë madhështore lidhet me haxhin, ata që kanë shkuar haxh, që kanë borxh, që kanë haxh, farz, që kanë obligim. Dhe prerjen e Kurbanit, të cilën kanë haxh, ata të cilët kanë mundësi, gjithashtu përgatitur për një çështje. Pashtu njerëzit kur hyn shkolla, kur zënë andet e punës, kur të rritet djalë dhe vajza, shkojnë me shokë të përorojnë, të përgëzojnë, alhamdulillah. Kështu që edhe ne si muslimanë kemi borxh, obligim, që ja urojmë njëri që të punë në Ramazan. Jo të më shelon vesh, që po vjetë diçka dhe s'është e mirë për ne,
Apo ti ikum Ramazanit, ti ikum Ramazanit. Apo vjen edhe kalon, mos lasëm heq që janë Ramazanit, komplet asë janë. Kemi plët, subhanallah, Zotin na përmirëson, plët familje të këne, në Kosovën tonë të dashëm, që janë s'kush sa gjërën me familje tonë. Edhe aji që ka një unioni tjetër, jetë Ramazani edhe shkonë, së kur i shkot, se pahat me gjesi, këthejet sofra, me gjesë, këthejet silë, po, unë më ka rastin në vitet e kalura, më ka ndodhë, e shkonë disa vende, kur më ka dherë njerin së për iftar, ka thirë si haji, si nik, si era, një shko kur e më shkuën, veç aji ka gjerusën. Aji që në gjysore pa këthi iftari, por këmija të mërë, kur më ka shki, i dhët i shpis, sofra këtë kejtë kanë shimbo. Hem që të më ka thirë tjetër i iftar kur e më shkuën, bana iftar me zëtën e shpis, i gjalli tina të vëllaj kula për hatër la vedris me dy lukë me arë që janë të lukë, asë s'ku që ka 10 minuta që janë rapo, ka amër po 10 minuta para i flanë. Në ma këna u brendin, a jo pleshtë e dine dhe ma mirë, jo pleshtë e dine dhe ma mirë. Jo në Kosovë, po kur shqiptarë kanë punu në Beograd, edhe Nish, edhe në Kralevë, dhe kur ka Ramazan, jenë ku 100 shpije, 100 sërë, 200 fabrik, edhe nuk e kanë kry bukën, 2 orë, 3 orë nuk e kanë kry të presum iftarin Ramazanin e shqiptarë. 200 vetë, 200 sërë, kanë mosave, buka azër, as ka pi cigarë, o baljash, as ka pi qaj, as ka pi kafe, as ka në mërbuk, jo me presum iftarin e shqiptarëve, Ramazanin e muslimanve, edhe kanë në mërbuk, kur është bo iftarin, që ata 3 vetë ose 4 vetë. Unë e ti dirën më gradutët, kom punu në një qytet të qytetet të Serbisë, afër Beogradit, 200 $2 në kukadrin, në kushiftar, kejtë tjeri në Kosovë. Mirë për 1 orë, 2 orë para iftarit, kanë tragatit bukën në ani bukë, jo më të kena me bashkë me ju, se kur ju pejnë ora 3, se pejnë ora 4, kur e keni lë bukën, e keni punu gjithë ditën e ma shumë se këni, edhe e kanë respektu iftarin e shqiptarin, jo da jo marë, që është mërkot është në karë mos 30-40 vjetit. Dhe buka pa problem. Kja në ajo në vushtrisë dhe Kosovës, ma shumë ka shku gjamija dhe ka në gjeru. Djela të atje një qytetar për Gollat, a para 30 vjetit ku kam qenë në Gjakove dhe nuk a gjenë, edhe tha kur u kthejke buka sofra a kur farë marim, a kur farë heq, keshë në kuku për neve. E për që nga vjen neve për 30 vjetë, mona ka shumë shpejt. Kjo vërtetot që nuk është rëjmë, nuk është mirë. Nuk është një godë në gjërone edhe vitin e kaluar, në thët një gjëllëgës që pregatit një shime. A shkova një janë darësën, 300 broqe i kam quar, 300 broqe i kam quar, vetëm 4 nuk i kanë marë. Dhe mo 296 vetë kanë hapur kohë. Vetëm 4 vetë ka të jemë që nuk shumë. 300 broqe më ka dhanë, 296 broqe i kom këthy, dasën. S'ka dash me dina për e qenë. Ajo është dasë me shejtanë, edhe martes e shejtanë. Vetëm 4 sahanije, nuk i kom këthy, 296 broqe i kom këthy, fikë të Ramazanit. Mushtërinë tonë nuk ka të në tonë. Jo? Fanë Allah për ne, Kjo e ditë një lartë përmendës që e thamë më herë, ta mesëm se duhet përgëzuar dhe uruar njëri tjetër për ardhën e këti mujtë e bekurë dhe të përës. Me uru njëni tjetër. Për hajë Ramazani, po në vjeni mujë i bereqeti, po në vjeni mujë i madhë, po në vjeni fitimi madhë, po në vjeni fitore e madhë. Kush është ta? Mujë Ramazani. Ibn Rajab rahimahullah thotë, si ka mundësi të mos të përgëzon besimtari me hakin e dyrëve të xhenetit. Si ka mundësi të mos përgëzon bekatari me mbylljen e dyrëve të zjarrit. Si ka mundësi njeriu i mençur të mos përgëzon për kohën e të cilën premtosen djalë shejtanit. Si ka mundësi që kjo kohë të përngjarë në ndonjë mënyrë kohë tjera. Është vërtetë që koha e Ramazanit sukur me përngjarë kohën veçantë. A mund e gjonë lezetin e Ramazanit që është Ramazanit, a mund e gjonë knasin edhe rahatin, edhe imanin edhe besimin edhe forës
që e kitë Ramazan jashtë Ramazanit, ose hajtë të faqët e zëtë Ramazanit të thuj jashtë Ramazanit, ose që atë fuqit i imamit, i ibaditi që i ke bo, pare dhe okupit i trasmare këtë, edhe ke koha Ramazanit se ko vini e qenë një kohë jashtë atë në kohë, kohë me lezet, me krasim, me bereqet, me rahmet, me ibadet, me vëllnet, me forcimin e imanit që teje. Publikimi i gëzimit dhe lutërist për arën këti muaj të bëkuar. Ashtu së kush se gëzohet njeriu në jetën për gjërat e mira që i ndodhin, ashtë më shumë du të gëzohet dhe ta publikon këtë gëzim. Po njeriu gëzohet e publikon, të martoj gjallit, të martoj vajzën, kam për këtë punë, edhe njerëzit ja urojnë, kur t'ja ofrohet mundësia për adhurim me respekt ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për çka ne ja adhurojmë? Për çka ne ja urojmë njerëzit të Ramazanit? Për çka se agjerojmë, japim vitra, bojmë ibadet më shumë, po shpërblimi i madh, i shumë thjesht, urime për besimin tanë, urime për xhenetin tanë, urime për fitoren tanë, urime për savapet tua, urime për shpërblimet e tua që do të mash gjatë një muaj të Ramazanit. Kjo ndjenjë e ka kapluar të gjithë besimtarët e devotshëm, që nga bua muslimanëve të parë deri në këtë ditë. Allah e lartësuar thot Kur'an: "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu fa huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj, vetëm mirësia e Allah dhe mëshirës së tij të t'i gëzohen, se është shumë e dobishme se ajo që e grumbullojnë ata. Yunus ajeti 58. Ilahimen jesafita, gëzohen për Islamin dhe Kur'anin, tefsir Tabaraniu. Ejta Kilabuniu radiallahu anhu thot, tregon, kur erdhi Muhammed radiallahu anhu, Harashi, trehi i luftës nga Irak, doli me shërtorin e vetë dhe filloi të nëmrej debin. Pas ndrimit, vrejti se ato janë më shumë se në këtë vit e tha: Elhamdulillah, e falenderojmë Zotin, ose shërtori i tij tha: kjo është vullneti dhe mëshirë prej Allahut. Ja dhe Umeri radiallahu anhu, po gjenim, po gaban, nuk është kjo qëllim nga ajeti. Thot Allah, thuaj vetëm me mirësisë e Allahut dhe mëshirës së tij të gëzohen, se është shumë e dobishme sa e që grumbullojnë ata. Yunus 58 që e thamë edhe më herët, sepse kjo është prej asaj që grumbullojnë. Tefsiri Ibn Abi Hatimit 6 për 1960. Kasimiu thotë: vullnetia e Allahut është Kur'ani. Vullnetia e Allahut është Kur'ani. Ose mëshira e tij është Islami. Në anën e këtyre dy gjërave, madhështore gëzoheni, e jo me gjëra kalimtare dhe të pavlerë të kësaj bote. Gëzimi me këto të mira, gjigante është mendjen se sa grumbullimi i pasurisë dhe epsheve, sepse grumbullimi i tyre nuk do të bëjë dobi, as që do të mbetet të tim për gjithmonë. Qëllimi i ajetit është nëse do të gëzohen për ndonjë gjë, atëherë do të gëzohen për arën e këtyre dy gjërave. Për Kur'anin dhe për Islamin. Thamë se për Kur'anin thamë se është vullneti, ndërsa për Islamin është mëshirë nga ana e Allahut xhaleshanu. Pastaj, agjerimi muaj të Ramazanit është një prej shkallëve të Islamit që nga pejgamberi alayhis salam, buni el-Islamu ala khams. Islami është themeluar në 5 pilla, dhe ndër ato ka përmendur siyamu Ramazan, agjerimi muaj të Ramazanit. Ibn Rajab Hanbali thotë, arritja muajit të Ramazanit dhe agjerimi i tij është vullneti shumë e madhe për atë që ja mundson Allahu i lartësuar. Argument për këtë është hadithi që tregon për 3 persona prej të cilëve 2 ranë shahid. Kjo është sa interesant. 2 kanë rënë shahid, kurse i treti vdiq në shtratën e tij. Pas tyre, këtë të fundit e banë në ndër se u kishte kaluar atyre 2 tjerëve që ishin rënë në luftë. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a nuk ka falur pas tyre kaç namazin? Kanë qenë 3 vetë, 2 kanë vrarë, 1 kanë vdekur. Po mas një viti kanë paandar shumë, edhe ky kur ka vdekur. Po ky që ka jetuar një vit më shumë vendet më të ata që kanë rënë shahid. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë që ditë, apo që ditë pse ky para shahidëve, po pejgamberi po, ky ka rrinë Ramazan më shumë se ata.
edhe I ka arrit kaq fazë brenda një viti. Është për flasur për Ramazanin e tina, dhe për flasur për namazin e tina, Ramazan me shpirt, edhe namazin me shpirt. Dhe pejgamberi alayhis salam a nuk ka falur pasyre kaq namazin, farzën dhe nafile, e ka kërkuar mujën e Ramazanit dhe ka xheruar, ka prit mujën e Ramazanit dhe ka xheruar mujë më shumë se ata, pa shahat në dorën e të cilit do shpirti, me styre ka dalë, sikur se me shive dhe tokës. Çka ka pejgamberi? Pa shahat në dorën e të cilit do shpirti, me styre ka dalë, sikur se me shive dhe tokës. Ata dhe të droshe, ty ka jetu dhe pa një vit ma vonë, ka xheruar dhe ka për namazin, që ka pejgamberi, dalimin e vetë ky që e ka rritë në Ramazan më shumë edhe ka ofal, edhe më shumë, është dalimi, sa në dërmi toka edhe qire është dalimi. E që se përfernim të lesue, punën e shahidit, se Muhamedi alayhis salam ka pas pejgamberve, vendin e vitë në xhenet e kanë shahid, e tani ulemave ju vjen mërzi, që është vendin më të mësëkni, dhe mujtë polemik i të rejgjikimit. Por na mësë me me o të kalëzu fejnë Allah, nësë kishë ndek shejë, po Allah, atere shejë dalin në shkallën e tretë, ulemoja shkojnë në shkallën e dytë. Flasë ulema, tine dhe ushëllarë të akademit dhe profesor të dhe njërës të shkollon, po njërës që jenë besimtar, njërës që kanë bu namaz, që kanë agjeru, që jenë farë, që kanë bu vepra të mira, ma shkurti musliman, edhe shkeftare dhe mjekë edhe hoqë edhe akademik edhe oficirët tënë, po me qita të porit e insan jetin të islamin. Dhe atë e kanë vendin e dytë pas pejgamberve kanë shahidin të shkuar. Hadithën e transmeton Ahmedi në sahihin e tij. Ai që me shëruar në këtë muaj, ai është me shëruari. Ai që privohet nga të mirat e këtij muaji, ai është i privuari. Ai që nuk merr nozut nga këto ditë për ditët e tektimit, ai është i çortuar. Kush në zot në orën e Ramazanit? Ata që gëzon në orën e mund të Ramazanit janë dy lloje. Në ne, njerëzit e adhurimit dhe besimit. Kush I gëzon Ramazanit? Orës e Ramazanit I gëzon besimtar. Këtë musliman. Ai I gëzon Ramazanit. Pa tani, mas besimtarit, I gëzon dhe ata që bën ibadet, ai që fal namaz. Ai që fal taravih, ai që ka ndërmend në agjeru, pse gëzohet që ka orën e Ramazanit. Por gëzohet që ka me bu ibadet. Ta gjëmë njerë, besimtar, gëzohet që orën e Ramazanit. Po s'falë, sa gjëra. Shpërblet për atë sim që e ka, që e ndi shpirtin e tia, por namaz nuk ban, në qinus gjënan, subhanallah. Besimtari në tërë, gëzohet për orën e Ramazanit. Dhe, gëzohet që ka me bo namaz, ka me falë, ka me falë nafile, ka me agjeru, grejt I sli më shumë, dhe të Kur'an më shumë, jetë salat ose zëqat më shumë e tërë, gjatë një muaj. Ata gëzohen me ardhje e këti muaj, sepse në këtë muaj o apen mundësi për adhurimin e dhëdhëshme edhe për shkak të shpërbimit që ka përgatitur Allah për atë që për ata që agjerojnë. Allah ka përgatitur shpërbim për në një agjerimi. E por era nësia e Zotit që unë të tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe me shpresim të shpërbimit I falë mëkatet që I ka bërë me herë. Buhariu dhe Muslimi. Ai që agjeron muajin e Ramazanit me besim dhe me shpresim me shpërbimin që I bën vepra të shpërblen Allah. I falë mëkatet që I ka bërë me herë. Buhariu dhe Muslimi. Ibn Hajeri duke komentuar fjalën me besim thot, do të thënë duke besuar premtimin të Zotit për shpërblim. Kurse me shpresim do të thënë duke kërkuar shpërblim. Dhe jo për ndonjë qëllimi tjetër, siç është fasia ose diçka tjetër. Dhe namazi taravih. Ebu Hurajra, kënaqësia e Zotit që vetë tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: kush fal namazin me besim dhe shpresim, I falën mëkatet që ka bërë me Buhariu dhe Muslimi. Kush fal namazin me besim edhe me shpresim, I falën mëkatet që ka bërë me transmeton Buhariu dhe Muslimi. Imam Nawawi rahimahullah qëllimi nga falja namaz është namazi taravih. Tu që vot pejgamberi kush fal namaz me besim dhe shpresim, ky Imam Nawawi thot qëllimin e ka pejgamberi faljen e namazit të taravih. A kemi plot njerëz që gjinojnë në Ramazanit, por nuk falën, Kemi plot njerëz që gjinojnë,
falve sabon edhe ashtu, me tjera s'falë, ose kemi plët njerëz, në gjënë, një falvesh të aravit edhe jatin dhe të tërshën s'falë, ja? Po këtu, falja Allah dhe mshira Allah dhe makëretit e dikikot e postabat për ata të cilët falje namazin e taravit. Për pare kena falë taravit në për oda, 3 gjamina posë qyteta, edhe 5 shafra, 8 gjami ka pasë ushtëria me qarët dhe 5 shafra në qyteti, i kena pasë 10 gjami. Dhe ushtëria deri Mitrovic ka pasë gjami. Ana të kodë deri Mitrovic e deri në Shqipëvot s'ka pasë gjami, është në realitet. E pe e ushtëria deri në Polas të Skandaraj, gati 20 km s'ka pasë gjami. E pe i këtu i përket e i radon deri në lak, dhe preshtin tash mas tuktes sa madrejhe Ciceliera në nënën, e deri në lak s'ka pasë gjami. Por kena pasë gjamija, çdo shtëpi e jonë u po gjami. Çdo odë u po gjami, se ka pasë xhallar, e tu ku vllazëllake, mesht, shok, edhe e fal taravit. Rrok ka tu që s'ka pasë hoxha. Sot jo odat që nuk i bojnë a gjamija dhe pritojnë, a mi fal taravit. Kemi plot të përgatune odat të vonë, sot dhe përgatune tonë, alhamdulillah mështuktes, kemi salone, edhe kemi oda më të mëdha se të gjamija. E morë gjami që është poshtë të vakupi, edhe gjamija natë që është atje të qushet, po, e mi morë gjami në Beqeq, ose të Celi, e mi morë do gjamija në Brozdik, do gjamija që, po, ma të ma e kena salonet edhe odat se sa do gjamija. Edhe as ajmon, as i tërse të këtë një falë as një vatë. Për pare për odat e vogja, rau ka pas odat në lavë, por ka pas xhallar, ka pas patullar, ka pas qytetar, jenë të të ashtë shkiku në Ramazanit, kanë marrë imam pej presheve apostlar, kanë marrë apostlar rejt e tone, kanë marrë edhe në të mitë paush, në për odat vogla, në për hajate, verës në falë, në për ara, në për lëdina, në për loma, jenë falë edhe Ramazanit të kanë në. Për para kanë shtu pej katurin katën, pej falë taravit, Hoxha u shku 15 ditë këtë katun, mas 2 jave u shku 15 ditë këtë tjetër katun. Për shku ka shku hoxha, këtë katun 15 ditë. A i katun një tjetër krejt të varë për taravit ka. Kur hoxha të një për 15 ditë, te këtë katun u shku këtë tjetër katun, krejt të këtë katun një tjenor, këtë katun në kam i për taravit. I madhi robe, bashkë. Sot, ja. Sot, në Ramazanet tona, ta që ka 50 se që 10, unë nga ndonë, është për gjamia, shati 500 shpi, shati 500 shpi, 500 shpi, veç 4 plesh, një disa hallat dhe me shpi, shati 400 shpi, gjami 400 vjetë, 7 plesh dhe një disa hafmi. Gjamia 200 vjetë, me thët një aqini, një thët në shkujtë në kaluar, thët gjamia 200 vjetë, kam shkuat veç hoxha dhe një plak. A 200 shpi katuni, a gjamia 200 vjetë, veç hoxha dhe një plak një faltaravit. Edhe ajta një medjarë që shku si musafer. A së është marë, a së është gjena për një, po është gjena. Që tu, veç fillim kur filloj taravit, veç një 3-4 ditë në shëtë gjamija, një kur ka dalë të ishpras, jesin 4 safa që këto. Gjithë për gjëma, gjithë për qytetë. Bile, kur i balë që të taravit kërë të isha, asë erë gjamija mo dhe kërë kur shëkitit të sheki po ikim, edhe atje poshtë më lajnini, pak ma voni, pak edhe ma qarë. Edhe të shku, e shpi ajti mi poshtë dhe shuji që po gjëmat, edhe ma flanë sa i falë nga barë. Kur që isha njësa dhe gjysë. Bëllam dhe s'ka ka të rego. E shama shta e linë pe e meja, a një që o shemë, a dhe në kërë që i s'kasë, a shta e një dhe një, që o bo, a shta një majtor që një, kur shpe që atje, që me shumë njësa dhe gjysë. Dhe më më këtë rego, ha? Këtë rego. Ha? Ha? Dite në kajmë, më se për e prajë, të vetë një që mati, ku ke prajë? Lajë e vendet më mërë në veshë, Afrim që po qovë në cica që anë ato në këtonë, dhe po pim qaj, po bojnë se fa, dhe fali taravit vetë, ata një asë taravit se fole, me se fale aci. Shumë e në Ramazan e veshë, po aqirë të plekë që i vi, u kje pranë, a kene i gjami e për shumë, kene i kërë të nëjme, kjo më dhe është, ka nërë musafir, që të musafir ka.
As namaz dhe taravia së përgjo. Për kora ka ndryshe, musafiri, kur e ka di që si fa taravia, edhe e kërkon mikun, ja kërkon vëllë shku me bojt fari, që vesh ka bojt fari, ka uzot të dalë vërë që, ka gjithmonë në shku vësë taravia si fari, shkën qami, ju që një o rej, por nuk mësu, me shku, edhe që të shkën shpit, në shkën mi kërku atitri, që jenë qami, ta një nga njerë, se te të projnë, shumër të kujnë e që mundën, o që vendim po njerë shetë, gjami, pëjtë mojë e vetë në shpit. Ka dalë në preset, për para keni posite, keni livruar, keni punu në treqe, e si një zhëmit, unë e di që të në gjami kërë kumulla aparatit, dhe poshtë të kërë kumulla sermoni, kër i faqën kërë të ravitë dhe gjëmunën dhe një vatë se dreke, kër të që kejnë shumë bashkë, i madhe i vogë, bili ka pas flesh, pas e ishin kapushën, as e ishin zedhe, kur dalë ke kejnë i drejtë shumë, po e faja, tash në dërmu njerë, Allah e pa njërës, s'fitohet dhe gjenete, s'fitohet së vapet që kujtoninu. Shumë leto me i gjenet, dhe që dhe manë zërë s'ka se me i gjenet, se gjenet është i shrajnë, po let me i gjenet, letë është me i në aspekt, dhe që dhe kodoni dhe qyshkoni shumë zërë, se për me shku vendin e dorë dhe me meritu vendin e dorë dhe shkallë, e me shku në vitën gjenet e tretën, e katët e në pesën, e shkallë të nalve, e Allah e të të shkërë shumë. Dhe me punu shumë, dhe me bo shumë besimtari mirë, shumë puni mirë, e te. Dhe e në bashkër e mu së mëne mërë, bashkën të eshqyrë së mëne mërë mirë, e ke pa grunin e punëtorit dhe të pa punëtorit, edhe ka da mushin e punëtorit dhe të pa punëtorit, për kona dhe ke qërë grunin e shpjanikit, edhe ka da mushin, qërë një modën e shpjanikit, qërë qëfar të jeni ka, qërë qëfar në avish ka maru, qërë dukojnë e shpjanikit në në qytet, qërë dukojnë e shpjanikit dhe dukojnë e pa shpjanikit, ka da dhe këmara, si në ata me di. Po shfaj namazën me besim dhe shpërsim i falen me kati që i ka për me herë, Bukhari dhe Muslim. Se, gjallëimi natës e kare, e borera, ka si e zoti shumë me të tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush agjeron natën e kare, me besim dhe shpërsim, i falen me kati që i ka për me herë, Bukhari dhe Muslim. Po, natën e kare nuk pritet, edhe nuk falet veç natën e lëtë të kare. Se tek ne, shumica bojnë u gjohë, njëresh, gjami, në natë di para natën e lëtë, natën e kadrit, ma mbushët të gjamija, ka gjamija mbushët edhe o borë. Dhe esre, kthehet, ka që shkër para 3-4 dhe ma herë, ka të 50-80% shprazën gjamija. U është pejgamberi alaihi ka, lëpne, kërkën në natën e lëtë e kadrit, në 10 të fundit, a ato të. Që nështë e ke fritë gjami të Mulla Bedria natën e lërkatit në 27, natën e 27. Po bovatia u kulinat për parë, bovatia një linat pas, ose bovatia ka qenë 30 për para natën e lërkatit. E të javë, me qëllimin, me gëzimin, me kejtë, se e në tonë natën e lërkatit. Nimi muj, sa ta të 34 muj. Kam fitu se vate, kam falë të ravit, kam boktot, të jarë me atë ryqim edhe me atë qërë, kam finat të lërë kadrevisht ka kalu. Kalu, shko! Po se jarë natën e lërë kadrit, natën e 27, e qëllët nesit jatë mas nesit të lërë kadrit, e ti ke bojtore ja ke tru shumë të kërkatë. Natën e lërë kadrit të kanë zodhe të haljacin, ati me menim që veç e ke ty natën e lërë kadrit. Nesit e të masnesit, ty të zërë natën e lëtër kadrit për haljatin, ose për halja shamin zërë, ose natën e lëtër kadrit të zërë për halja sabahin. E Muhammed a.s. ka kërkan e natën e lëtër kadrit në 10 netët e fundit të ato të. Aisha, kënasia zoti që më bëndit të rëgon, se pejgamberi a.s. ka hanë, kërkan e natën e kadrit në netët të të djeqit të fundit të Ramazanit transmeton Bukhari. Imam Nevavi thotë, fjala e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kërkon në natën e kadrit, domethënë kujdesni gjatë kërkimit dhe përpjekni në atë natë. Apo kur lëpni. Dhe umra Ibn Abbas nasia zotë që më se tregon se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam
një gruas nga Ansarët i ka thënë, çka të pëndon të kryesh haxhin me ne? Tha, kishëm një deve me të cilën i pak në ujë, mirë pa atë e mori filani dhe djali ti, të më të buri dhe djali saj, e në ala vetëm një deve me të cilën barë ti mu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, kur të vjen muaj Ramazanit, krye umrën gjatë këtij muaji. Sepse umra gjatë këtij muaji është sikur se haxhi. Ka në transmetim tjetër që ndron umra gjatë Ramazanit lek sa haxhi me mua, transmeton Buhari. Umra në shkollë dhe se më shkon një muaj Ramazan. Më shkon çave më hala me kry umrën. Umra është sunet, pe sunetet e pejgamberit. Ose vapën e ka sa një haxh. Një hadith tjetër të pejgamberit se ka umra në Ramazan e ka sa haxhi kuantimi. Sikur me ky haxhi me kohën e pejgamberit sa vapën. Me mos se vapën e haxhit sikur kohën e pejgamberit, kjo kohë e pejgamberit, kush e dha? Ata që janë shkollë që shkojnë e dojnë. Jo ata që i kanë kjerë 10.000 euro, 50.000 euro, 100.000 euro i gra, e nuk është gjendje mi ganë 1.000 euro, me shku numër 10 me shku në Ramazan, ha? Apo i përru shëfum të alkoholin për shia, 1.000 euro edhe se ka gale. A 1.000 euro, për do ka qenë jetë 150 euro, se ti të ka qenë, me shku numër 10 në Ramazan, me nejtë më knash, me kry numërën e në kry. Për vlerë, sa në haxh kohën e pejgamberit, sikur me ky haxhin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam savapin e umrës. Ibn Arabi thotë, hadithi që flet për umrën gjatë Ramazanit është i vërtetë dhe kjo është dhunti e madhe për Allahut. Umra arrin vlerën e haxhit nëse bëhet gjatë Ramazanit. Ose Imam Ibn Jauzi thotë, kjo hadith tregon shpërblimin e veprës shtohet me shtimin e vlerës së kohës, ashtu sikur se shtohet edhe me shtimin e pranisë së zemrës dhe sinqeritetit. Në Kur'an, Ibn Abbazi nasia e Zotit që mbyty tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë njeri me bojar. Me bojari ishte gjatë Ramazanit. Pejgamberi ka qenë njeri bojar, njeri dorëshlir, i gjëben. Por më i gjëben edhe më shtire e madhe me marrë me gjithë ka qenë në Ramazan. Kur takoi me Xhibrilin alayhis salam, atë takonte secilën natë të Ramazanit, ka i cili e mëson të Kur'anin. Me të vërtetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte më bojar se era që sjell pellënimin, transmeton Buhari. Njerëzit e shkujtesur të agjerimit dhe të mëkateve. Ata thonë për edhe dëshmërinë e arrinjeve dhe argëtime që bëhen gjatë muajit të Ramazanit e për tyre. Ka kemi edhe njerëz që janë besimtarë dhe mësojnë për Ramazanin sa gëzojnë për tjera sen. A kemi plot njerëz, plot musliman, që vjen Ramazani pak një knasi, a gëzojnë për tjera sen. Është kundeti, ja? I vjen vallë, ja motra për jashtë, i ka pru fatara me dalë në sheteti. Po. Pëshimin e lëdheshme të Ramazanit, në gjenën e dhe gjithë shka dhe më knasi shka hamë. Subhanallah. Me të cilat ushqimi mbushën bakun, e ngopën dhe stërngarin luktin. Nga kjo që shumë pak njerë shpëtojnë. Pra, pa dyshin se kjo është e kundërshtim me urësinë e agjerimit, i cili kërkon paksimin e ushqimit e që ndihmon në pastrimin dhe lartësimin e shpirtit. Pastaj mbushja e bakut me lloj-lloj ushqimesh të këshme e kërkon edhe gjatë faljes së namazit të taravih. Domethënë se ka gjëra në poshtë me mbush bakun. Të vërtetën e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thotë, biri Ademit nuk ka mbushur emën, me të keqe se sa barkun e vet. I mjafton birit e Ademit disa kafshate për të mbajtur gjallë shpirtin. E nëse e ka të domosdoshëm, atëherë një të tretën për ushqimin e tij. Një të tretën për pijen dhe një të tretën për frimarrje. Transmeton Tirmidhiu, hadithi është sahih. Të bime të ndryshme gjatë Ramazanit dhe përcjellje lloj-lloj serialeve. Të bime të lloj-llojve dhe përcjellje serialeve. Dhe se fali përcjell seriale. A shomin se fali kalani në jasia, se po fali a shomin ke përcjell seriale. Kemi fali atyre ka përcjell seriale, po varia dhe në gjithë jasis, janë gjithë taravih se dhe këtë seriale, se ma intereson seriale se a shomin, se taravih dhe se imumi që e vajtë. Dhe shalimrit e serialin atër me të shumë në dënja. Dhe të kam me shumë gjenët, dhe të kam me shumë gjenët, Allah. Këto gjenët të kusën e Allah, qofshin haramet të syrë, ose të veqë, ose të gjyhtyrët të tjera. Përdojimi
e shqyrtyre muaja, me qërët të ndaluara që të këti muaj të vekur, të ke pasur parasysh vlerën e këtyre ditëve. Këtë e vërtet është një mehat shumë i madh. Përzierja e çinive, grave dhe bora me përmendje të shumta. Gjërët të cilat bëhen shkak për të rënë me mate, edhe më të madh se shokët dhe të me shkurtë ujë ose rënja me kosti të zinat. Për këtë që përgjithësi i parë dhe kryesor është familjar. Përzierje buar të se ka si përzierje dhe sa që të kryejë zinat, në Ramazan. Ose që do të zinat në katrajeshë, në elektrikale, për Ramazan. Ka si jetë plot. Dhe musliman shumica se jemi gazet në shëmsane për të një. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se cili prej jush është bari dhe se cili të tjerë në bari për tufen e tij. Imami është bari përgjes dhe është përgjes për tufen e tij xhamat. Gruaja është bari në shtëpinë e tij dhe është përgjes për tufen e tij. Gruaja është bari në shtëpinë e burrit të saj dhe është përgjes për tufen e saj. Shërtori është bari në pasurinë e pronarit të vet dhe është përgjes për tufen e tij transmeton Buhari. Çka shpreson të gjeneratat e hershme Islamit që ka rritë së mujtë Ramazan? Muala ibn Khatib tregon, ata ju që Allah 6 muaj për të rritë të në Ramazan. Jeni 6 muaj me pritë Ramazanit, me pasime dhe me pritë Ramazanit. 6 muaj për para, ja kanë uru Ramazanin njëri tjetër. Edhe 6 muaj për para, jenë lutë edhe përgatit për me pritë Ramazanit. Jo, da me pritë, po shpirtrisht jenë përgatit. Pastaj dushin 6 muaj që t'i pranoj Allah e veprat e tyre që i kanë përgjatur të Ramazanit. Shokë e pejgamberit dhe gjeneratet e mëdhshme 6 muaj e përgatit për Ramazan. Jo vetëm me pi, kanë agjeru nafile, kanë falë nafile, ju kanë lutë Allah që sa mund më shumë me shpirt me prit Ramazanit. Kur ka kalu Ramazanit 6 muaj rresht e lutë o Zot pranon Ramazan. Ramazani ka kalu tjetër, ka kalu çeliau, ka kalu çelimuj. O Zot pranon Ramazani që ka kalu. Deri 6 muaj. Kur do 6 muaj tash po vjen të Ramazan, tash jenë shpirti, e angazhu nafile, dhe falë më shumë, dhe lëzu më shumë, që kur vjen Ramazani me qenë shumë në reko. Ja e Ibn Kathiri thotë, prej lutjeve të tyre ishte edhe kjo, Allah ju, më dërso gjërë muaj Ramazan, më dërso muaj në Ramazan, dhe më mundësot të dërsoj këtë muaj me veprat e pranuara. Gabime që ndodhen gjatë përsëritjes së muajit të Ramazanit. Gjërat e kësaj pritje të këtij muaji të bekuar ndodhen disa gabime. Disa prej tyre më të vogla, disa më të mëdha. Prej tyre, kalimi i muajit Shaban, ka hale bie, ka pika se në muajin Ramazan nuk do të ngjihet duke ngrënë. Mund duke kaluar muaj për Ramazanit ha më shumë, pi më shumë se forcona për muajin Ramazan. Ja, te kesh marrë, se ki besimin as ato. E pisa dush, pa, ty, lëposja nga ana e këtij muajit të bekuar, ka mirë shumë lëposja, një ndarë. Po për avje Ramazani, kur i kom t'i gjuhe dhe vjetë dhe pa vjetë, disa njetë ka gjuhe, ku po vjetë Ramazan? Ku kryta? Kanë dohë dhe një turë, para gjamish që batore, një tjali ri, kur e murë vesh që mas nesë është Ramazan. Alhamdulillah, shqyqër Zotit. Ama buke, tha pse, unë hanesa ja thirë rajina, po shkoj për sëdi. Ama për gjali mirë, asha je musliman ko, akme Ramazan e shkosh në veri, këtë sëdi, e në rabije, zëllotën e revja, po një shkosh, Ramazani për tëri sa të la ku që është Ramazanin të? Po që ati së vaj? Ja, si në Kosovë si atje Ramazan është Ramazan. I ka shkë të ndeti. A i këti i pishtë të Ramazani, në shku ndeti, jam i bundi punëtërune, në shkan, ka në kim gjëna shumë. Së mund është me i, se Allah e të ati njëti, po. Tregohet në historisën i njëri me emrin Rashid ibn Seti ka udhëruar pozim po me tjera shaka, të gjeni shkatet të lashtë për. Në thirëzim me të rrit muaj Ramazan i agjerimit, pasur të mos ishte ky muaj, o atë kukin. Nuk dhe të agjeroj as një muaj deri në fund të kohës, po të kisha mundësi ndaj dhe një muaj. Do të asulmoja me tërë forcën time këtë muaj. E ka sulmu me përguzime e kishtë Ramazan. Një po shqipi që e ka bo Allah. Ka një smundje madhe, këtë njeri edhe rrisht para se të arri muaj Ramazan. E ka shku një vjesht ku vje Ramazan. Edhe e ka gjithë aja po smu dhe pa Ramazan i ka vdek. Po që shko? 3. Vrapimi pas vlerës e shime për këtë muaj. Qabire radiallahu ka le pra nëmerit, në asje Zotit që mbetën,
në dorë kishte një klub mishi, në të cilin e kishte blerë me një dirhem. Omeri tha, ç'është kjo pa? E bleve për një dirhem. I tha, a çdo herë që ke andje për ndonjë gjë, do ta blesh ose të nga ata që i përmend ai. E në ditën kur ata që nuk besuan paraqiten pranzjarët e u thojnë, ju i shfrytzuat e mirat në jetën e dunjas dhe i përjetuat ato. Hyri Omeri radhiyallahu anhu te djali i tij Abdullah dhe te ai pa mish. I tha, çka është ky mish? Tha, unë nuk kujtua të ha mish dhe bleva. I tha, a çdo herë që ta ka andja ndonjë gjë, ti ha, ja thon të konsiderohet isra. Te ha çdo gjë që ta ka andja. Domthon, pa dalë me tim kanë çaj. Hajde ham kanë kafe. Hajde kanë me ti. Sa të më karo qëtë për një pli, sa të më karo qëtë për një halë, sa të më karo qëtë për qita. Dhe më është e si vjen që e një shka, të qëtë mele, atë të në shkërë në restoran. Qa të të mire të, kjo është një sra. Kjo është një sra, masra. Dhe të në një vete. Disa njërës, ka se le ti, e shqetë një rëbëreshë, që e peshën, të gjënë. Dhe ku e të më Ramazanit, kërënari i ri i saj, dhe gati për kërë, edhe këtë e të përkëmbërë. Këtë muaj, kurse kjo e pyti, kjo ka qenë këtë disa selefi. Dhe atë e kanë shqitë, rëbërishë. Por ka shku të e tjetëri, e ka pjesën në shumë për Ramazan. E ka vetë rëbërishë, qka janë këto? Ka u për Ramazan. Edhe rëbërishë e ka ati para Ramazani së qenën kur, thonë e dajtë, e nafide, e ditët e bardha, e tjo. Atë edhe të këmë të ata që ku ma për para. Sa ata kanë ajitu të mëtejtë, kanë ajitu të të bardha. Ata kanë shqitoni, fërës një kur të ti. Rëbërishë ko, ata kanë shqituaj të grupi tjetër. Po kur u shkoj ka pjesëne, u pragadit për Ramazan. I ka u pse do për Ramazan, pse? Po në vjetë ujë Ramazanit. E agjerën ti mas Ramazanit dhe për Ramazanit. Jo, vesh për Ramazanit. Ka u thëmë se vëllaj së rritë të tikor. Ja krytë më majit. Pse? Ka u thëmë të ata njështë që agjerën tonë të ejke, ose agjerën një ditë po një ditë jo, se agjerën ditët e bardha. Ditët e bardha janë dita 13-14 kujtë dhe valor, edhe a i Zotia ka krye, atje rëbëreshët, që mësu me takvallu. Ju uroj Ramazani për alë kohë i Ramazani. Musliman në fyrën e toke se dhe gjithë, Allah e në dhohë nasi. Me pritë me gjithat mira, me kalu me gjithat mira dhe me përpundu me të gjithat mira. Amin inshallah. Allah e në pranon këtë mujtë e përpundu. Amin inshallah.